Mirëmbrëma miq, u rikthyem në këtë episod radhës, ku sot do flasim për Serie A-n. Madje në Serie A ka një stui në kategorinë e arbitrimit, do ta diskutojmë edhe këtë. Ndërkohë në Premier League lufta tashmë është hapur zyrtarisht, ankth mes Arsenalit dhe Cityt. Do flasim për derbin e kryeqytetit, sigurisht dhe për plasjet e gjysmëfinaleve në Champions League e shumë gjëra të tjera. Mirëmbrëma Giri. Mirëmbrëma Gjerë, mirë se erdhët miq në episodin tonë të 10. Do ta nisim episodin me Serie A dhe me një Milan Juventus, një ndeshje që ishte ndeshje e gjumit, përveç atij golit shënuar nga Juventus dhe më pas një curi shumë negative e ndeshjes, me një mesfushë që luajti pak a shumë të gjithë lojën dhe një përplasje që ishte ajo e Locatellit me Modric, ishte pak e sikletshme këtë dy lojtarët, po që ishte një përplasje kokë në kokë dhe është në leverdi të dy ekipeve si në Milanit dhe të Juventusit për zonën Champions dhe për të arritur në objektivat që janë nisur të dyja skuadrat dhe për të arritur tek pretendimet që si Milani Allegri që tha në zonën Champions unë jam okay në sezonin tim, edhe deklarata e Spalletit kur mori ekipin në gjysmë të sezonit. Po, bravo Geri. Episodin e kaluam nuk ishte këtë menim, the do fitojnë, do luajnë për fitore, ndërsa unë çfarë thash? Ishim tek barazimi. Allegri thash, do luaj për i barazime dhe ja ku na doli patatet 0-0. Aty nuk u lujt nga asnjë krah, pasi ishin kënaqur me barazim. Me çpash neshin deri minuta 35 ishte neshe me sfushë shtrëngume, pa raste, pa gjëra. Pastaj erdhi i gjujtje e Rabiotit diku nga minuta 35. Priti Di Gregorio, një minutë më mrapa erdhi goli që ishte upside etj. Pati edhe i çik në fillim pjesës dytë, ca ngacmime boni shtyll, kush boni Salemakers. Pastaj u vu prapë në gjumë neshja dhe ishte i barazim shumë i lodhshëm, po që unë edhe ta kisha parashikuar Allegri do luaj për barazim. Juventusi u mundui çik më shumë, sidomos kryesisht me Conceição në krah, që i vuni shpesh herë në vështirësi mbrojtjen e Milanit, edhe madje është ajo tema që kemi diskutuar që lojtarët që hyn nëpër driblime, aty zhvillohet futbolli. Po të kishte një Conceição në krah të majt, edhe një Conceição në krah të djathtë Juventusi, gjithashtu dhe Milani nga dy krahat që tentojnë driblimet, atëherë nesha merr ritëm tjetër. Me Ildizin që u fut me shumë vonesë nga... Jo, Ildizi ka pas edhe probleme fizike. Jo, ka pas dëmtimin dhe nga krasimi që u shtyje, u shtyje, ka gati 3 javë nuk luan, dhe sa po kisha nga dëmtimin dhe normalisht do starton dhe nga stoli. Nuk ishte mënyrë tjetër se si të rikthej. Nuk dha, normalisht, po për aq minuta sa pati, nuk ishte në një format jo të Ildizit që njohim ne, po një Ildiz që nuk është se pritet të jepte gjithçka, pasi pam shumë mirë se si ka qenë metodika e Spalletit, po dhe ajo çka pati dëmtimin në pjesën e Ildizit, pas një mesfushë Juventusit funksionale, pas një Locatelli vetëm ai që mu nuk është se më ka pëlqyer njëherë si futbollist dhe nuk është se jep, nuk është se ka ai prezantim të mirë si me Juventusin, si me lojën që bën Spalletti. Kup Mainers ju aktivizuan në vonesë duke marrë shkas edhe nga ish trajneri Juventusi që e përdorte më tepër mbrojtës krau dhe nuk e përdorte mesfushor. Tani i ambientuam dhe në rolin e vet Kup Mainers, po shoh një Juventus decisiv dhe të rikthyer mirë me Spalletin. Për sa i përket Milanit, pastaj Milani vazhdo me ato problemet me performancën e neshës, nuk të tërheq, nuk është ekip që guxon shumë. Allegri me not mbylli hapësirat mrapa, pastaj dali që dalin e gjë përpara. Ndërkohë ka përshtat edhe Pulisic me Leao duke luajtur me dy sulmues, ndërkohë që ato mund të ishin shumë mirë të dy në krah. Edhe Leao vazhdo me ato ritmet e veta, është në sulm, nuk është në pozicionin e vet, po ai edhe kur kthehet nuk ndihmoi ekipin siç duhet. Edhe ishte madje hera e disat që del me fishkëllime prapë nga stadiumi, pati fishkëllime. Nuk u prit mirë sërish. Edhe kësaj radhe, po që
Përsa i përket Allegrit, se Allegri është çik finok si trajner, kur ka neshe të fort, i fut dhe i barazime dhe thot se barazim dolëm, nuk u rafa, kupto? Si hyri për në Napoli, hyri për barazim. Ashtu shkoj dhe neshe dobët ishte, nuk le Milani me bo neshe të bukur, domethënë, po Napoli e fitoj me episodat, Episodi ishte, që bëri gjën. Që kështu Milani mori atë pikën që të pata thonu që e do, edhe lunë për javën tjetër për thjesht për të siguru matematikën, për të qenë të dy skuadrat, për të vazhduar. I bote në i punë shumë modhe fitore që të rrezikote edhe mund të rifte pastaj. Për ne tha më mirë po i fusi parazime dhe. Absolutisht. Kjo ishte Milan Juventus, neshe që pritshim shumë, po që ishte e pritshme që edhe mund të zhgënjeshim nga performanca. Okej. Neshe e radhës pastaj Torino Inter, kampionët themi, sepse tashmë i duhet vetëm një fitore Interit, janë dhe 4 javë, duhen 3 pikë vetëm. Shkoi nesha 2-0 ger. 2-0 për 0-2 për Interin. E dominuar pjesa e parë. Po, në pjesën e dytë erdhi Sava Tours edhe morën valizhet ikën me pushime ato. Interi po të shifshe pjesën e dytë s'ishin kërkuar fare, domethënë qytën neshën e fituar. Aty pastaj duke parë formacionin e Interit pjesë parë, nuk është se ishin gjithë titullar, duke marrë shkas se është në thonjza Torino dhe xha e marr kampionati dhe xha për të menduar për një hap më shumë për kampionatin dhe për minutazh ke lojtarë që nuk kanë marrë shumë minuta. Them unë dhe është ky prezantimi i Çivut që tani mendon që është mbyll pjesa e kampionatit, nuk ka më dyshime dhe thot, e vetmja gjë që unë do bëj tani të marr minutazh tek ata që nuk kanë fituar shumë minutazh. Nga momenti që aktivizimi Darmian, aktivizimi Boni, domethënë nuk ishte Pio dhe duke marrë shkas edhe nga një mund Turami rikthyer me gol. Po shënonte këtë Torino pastaj Simeone edhe një penalti e Vlasic, sërish e dyshuar nga disa faqe, domethënë mbrojtësit Interit në këtë rast. Po shikoj atë metodikën që vazhdon për shembull që ishte një le të themi ai hipi mbi shpinë mbrojtësit të Interit dhe këto pastaj u kapën ke pjesa dorës, po nuk është se ishte në gjë që tit episod vendimtar për ndeshjen. Po që me këtë barazim tash është edhe diçka që është shumë kuriozitet. Interi neshën e radhës e ka me Parmën luan San Siro. Parma nuk kërkon pik. Parma është gjallë. Nuk po diskutoj Gero Inter Parma, po diskutoj gjë tjetër që do të thotë që nëse Interi fiton me Parmën, shpallet automatikisht kampion dhe shpallet që nga viti 89, domethënë hera fundit që Interi është shpall kampion brenda në fushë vet, se ka dalë kampion kur ka qenë duke luajtur jashtë javën, kupto? Nëse ndodh këtë vit, është përsëritet domethënë hera fundit që ka fituar brenda në San Siro ndeshjen dhe është shpall kampion 2 javë, 3 javë, 1 javë, 7 javë para. Hera fundit ka qenë në 89-ën ku ka pas ato treshen magjike Gjermont, Bremer, Klinsmann, Mateus. Kjo ishte kuriozitet ke Interi. Kishte ndodhur diçka në gjatë javës që lidhet me Interin dhe me Gianluca Rokin. Pjesa e skandalit arbitrave, vazhdojnë kjo pjesa të futbollin italian është tronditur sërish me Gianluca Rokin si iniciator i arbitrave, po hetohet sipas AGI-s, Roki dyshohet për bashkëpunim në mashtrim, për këtë i thot i është dorëzuar dhe njoftimi që po hetohet në fjalë për edicionin 2024-2025. Ajo që ka flitet më tepër për Rokin, prokuroria tashmë po investigon. Kujtojmë se ndeshja e Udinese Parma u luajtur me 1 mars e vitit kaluar, ku dyshohet se ka patur pjesë dhe Roki dhe ka ndërhyrë tek pjesa e arbitrave të Tash një sekondë, se duhet të ndajmë, mos bëjmë kakofoni, duhet të ndajmë gjërat. Atëherë Roki është në hetim. Para pak ditësh apo dje nuk e di, u vet tërhoq dha dorëheqjen nga pozicioni që mbart dhe problemi është që Roki vet, ose Roki Inter, Udinese, Parma, po ti zgjasësh gjitha kështu në për forumet e tifozërisë, bodi kakofoni pastaj që se kupto.
atëherë çfarë do thot? Ke Udinese Parma, pjesa e Interit nuk ka të bëj fare. Ke Udinese Parma ka qenë ai Paterna, ka qenë në VAR. Në VAR. Ka qenë VAR edhe ka qenë rasti për një penalti, që ndërkohë për opinionin tim ishte penalti, ato po gjykonin dhe nuk deshin ta jepnin penalti, dhe ndërkohë pati një ndërhyrje. Dhe ato ke salla varit kthyn mendimin nga ajo penalti e dhan penalti. Problemi i Paternës është se do paraqitet në prokurori edhe do paraqitet me akuzën për dëshmi treme, sepse është thritur para disa kohësh dhe ka thonë jo, s'kam pas as ndërhyrje, unë s'kam komunikuar me njëri, ndërkohë dolën videot, pamjet që ato ishin duke diskutuar dhe ky i kthehet dikujt që prezumohet këtë qenë Roki, që i thot era rigore, domethënë ishte penalti, ta jap penalti, edhe kështu është problem. Se Roki e ka të ndaluar të jetë ke sallat e varit, pavarësisht se është dizinatori arbitrave, ke sallat e varit, domethënë pavarësisht se ai ishte vendimi i drejtë, që i tha i be penalti, se është penalti. Po që atij i ndalohet komunikoj me sallat e varit absolutisht, sepse në rast tjetër mund të jetë penalti dhe Roki mund të thotë mos e jep penalti, kupton? Këtu është problemi. Se rastin fjalë është që ishte u dha i vendimit drejt, po Rokit nuk i takon të jetë fare ke Shiko ç'a ndodh. Ke një sekondë se s'ka marrë Gero, nuk i takon të jetë ke salla varit. Ndërsa për pjesën tjetër pastaj të njëjtën Roki paraqitet në prokurori për dhënë deponimet e veta, po ndërkohë prokuroria ka nxjerr emrin e Rokit, po nuk ka nxjerr asnjë emër tjetër specifikisht. Kush janë bashkëpunëtorët? Do të thotë është Marota, është Geri, jam unë apo kush. Domethënë momentalisht nuk kanë nxjerr asnjë emër. Domethënë të njëjtën do shohim çfarë do dalin tamam me emra konkretisht, se mund të jetë Marota, mund të jetë Zaneti, nuk e di po ja fuskot, mund të jetë kushdo, po që të njëjtën dalin, të paktën shpresojmë dalin emrat e të kemi më shumë informacione të tjera. Çka po ndodh edhe po shikoja edhe çfarë flitej në mediat italiane, flitet se Gianluca Roki akuzohet se ka manipuluar caktimet e arbitrave në Serie A në favor të Interit, duke larguar Daniele Doveri nga një ndeshje. Okej, Geri, këto janë gazetat, këto ti ke lexuar 2, unë kam lexuar 12, dhe por unë di deklaratën që dhe avokati i vetë Rokit nuk e di se kush emrat tjerë janë përfshirë. Domethënë, kjo do sqarohet në hetim e sipër mbrapa. Pastaj se dalin të vërteta këto, se ka të tjerë që ne si dim akoma, pare nuk du me fol me emra specifik pa i pas të certifikuar gjërat. Akuzat janë po që ka dashur të favorizoj, sepse unë nuk merrem tash me gjyku Rokin apo të manipuloj në një deklarat prokurorisë, po i bie që nëse unë them Interi ka ndiku ke vënia e arbitrit, po flitej për ndeshjen Bologna Inter, që Bologna u rraf, dhe u rraf me gaft arbitrit. Mama Nautin që e lëvizi 10 metra elitari, ishte në dëm të Interit. Tash i bi udhën tifosë e Inter, thonë, ju po na akuzoni ne që kena bli neshe që ne u rrafëm, se kështu i bi tash. Për ne nuk kam qejf të diskutoj momentalisht këto, pa dal sakt që dali prokuroria dhe të thotë që Marota është kap në interpretacionit në përgjimet e tjerë, me filani ka thënë këtë, ose tjetri ka ndikur ke kjo duke fol kështu. Është një çik kakofoni mediatike momentalisht, duhet presim edhe që të shohim se çfarë rrjedhë do marrin gjithë hetimet. Ndjesia ime që të them se kjo herë do jetë do marrë gjithë kompetencën në Roki, dhe sepse në një mënyrë apo një tjetër, formula e gjithë Serie A, pastaj gjithë ekipet do vjen në një sprovë që mund të dalin shumë materiale të tjera. Pra ne po them pra se dim, të shohim çfarë do dalin, domethënë, se don që po gatuhet i çor, po gatuhet. Problemi është mos themi do hajm sup, ndërkohë që aty mund të ketë turlim mrena. Të shohim çfarë do dali Geri. Pastaj diskutojmë më saktë që mos lexojmë çdo artikull që mund dali një pro Inter, një kundra Inter, një pro Juves, një kundra Juves. Bëjmë kakofoni dhe njëjta, se ndryshojnë nga njëra tjetra. Pra ne po them është mirë të flasim me fakte masi të dalin. Kaq për këtë pjesë. Genova Como, boni detyrën Como 0-2.
po tani pak vonë, ke pjesa e të arritjes në vitin tim Championship, se është në ato 2 ndeshje të humbura me Interin dhe Sassuolo. Është më mirë vonë se kur. Nëse Gjenova kishte fituar me Komon, çfarë do thoje? Do thoje Komo dha dorëheqjen për Champions. Jo, po prap do jetë shumë e vështirë, se prap pikë nuk besoj se të toleron më Juvja ke pjesa e Jam shumë dakord. pikëve. Po Komos ju desh kjo fitore sepse dite përballen Milan Inter, dite që Milan Juventus, Juve do lete pikë. Edhe i boni zbelin, boni detyrën. Si Roma, si Como fituan për t'i bërë presion Juventusin. Se si do shkojmë më brava, pastaj unë ta kam thonë, Juvja ka më avantazh se ka kalendarin më të lehtë. Po duke marrë shkas luan me Lecce, luan me Fiorentinën, luan edhe në fund dhe mbyll me Torinon. Për shumë Como e ka me Napoli në javës që vje. Napoli, po. Ndeshje që Napoli luan për 3 pikë të veta për të zyrtarizuar. Do më thonë, është ndeshje fort që nuk e gje. Como dhe mund të fitojë, dhe mund të barazë, dhe mund të rrifet. Nuk është se ka ndeshje të lehtë. Absolutisht. Po Napoli do luaj 3 pikëshin me sigurimit zonës, matematikisht zonën Champions. Napoli Cremonese 4-0, ishte ndeshje me qetë, e shtrume. Ato gjytjet që nuk bën me Lazio i rikthye me Komon. Po tash kështu shkoja, jo. 26 gjytje në port. Pas një Alisson Santos, nga çdo ndeshje, i vetmi lojtar që mu m'jep një ngjasim, le t'i them, me ato cilësitë e mira të Kvaratskhelia, po t'i thuash, po që nuk i vjen gjë deri diku është lojtar që na bë punë. Stilit Neymar, i pak a shumë, po ka vetëm një problem që gjuan vetëm në një krah. Nuk i gjuan të dy krave, gjuan vetëm polin e krahut majt, nuk gjuan krahut djathtë. Po tash këtë ka vetëm problem më të madh ai, po ambientimi është si çik herët, duke marrë shkas që ka ardhur në gjysmë të sezonit dhe nuk ka ardhur nga fillimi i gjës, po që un jam ke pjesa, zgabohesh Bler si futbollist dhe nuk ka më dyshim. Jo, është Ala Borxha, ai është Kariskato ndiku ke 15 milionë euro, po më duket është aktivizoj Napoli. Është aktivizuar. Po. Pastaj McTominay, duke marrë De Bruyne në shënoj, po ai asist i McTominayt, nga jo rafeshata asist, që topi u dukte si jashtë, ajo rafeshata asist ishte shumë e bukur. Ai goli i Lundit, le të themi, po është marrë nga dinamikat e aksionit është marrë si autogoli të Raçanos dhe Santos pastaj. Okej, ndërsa Bologna Roma, siç e tham, 0-2 dhe Roma boni detyrën, shënon Malen që ti nuk e do Geri. Po, ka luajtur me këto ekipet e vogla. Po, me ekipet e vogla, vazhdo ti me ekipet e vogla, edhe Elajanawi. Po. 0-2 Roma. Këto ishin për Serie A neshët kryesore. Të kalojmë ke Premier Liga Gero, ku ka filluar lufta, janë nxehtë shumë situatat mbas gabimeve të Cityt me Bournemouth, mas humjes me neshën direkte, ja ku janë kokë në kokë tash, ndërkohë që Arsenali, kjo City ka ndeshën mangut, edhe i bi që barazon me pikë. Jemi, domethënë 70-70 mund t'i themi me pikë, përveç ndeshjes mangut të mos luajtur nga City akoma, po ajo çka unë du të vlerësoj ke pjesa e Cityt ishte vetëm një gol i Haaland dhe pastaj një City bllokuar, pastaj që bëri detyrën thjesht me atë gol dhe për 3 pikët për të rivalizuar Arsenalin. City mund bote gol 2, gol 3, po ndërkohë kishte edhe Burnley ca raste që mund ta barazote, mu duket çik neshe çuditshme, jo, po që City hajde, okay. Bëri detyrën. Bëri detyrën e mbyllit 0-1. Arsenali fitoi ngushtë, Arsenali 1-0. 1-0 Eze. Me Newcastle, gol Eze. Po në pjesë parë. Lojan mirë, shërben mirë, Arsenali tani duhet bëj vetëm çdo ndeshje detyrën sepse është xha e djegur nga ana, pastaj dhe është e detyruar që të luaj bastin e rënd për rivalizim të Cityt dhe të pritur që City trashkas diku, edhe për ta thënë që për të arritur në atë qëllimin që Arsenali ka kaq vite, por nuk arrin ke pjesa e kampionatit. Për ta fituar. Se ku ishte i meme, se kishte dalë tifozi i Arsenalit që ju luste Guardiolës të lutem mos ta merr titullin. Kishte dalë kjo memja. Po që shumë luftë e egër është ajo. Unë të pata thonë, këtu e 2 muaj Gero që me atë Cityn mrapa, kur e ke mrapa në përkom, është shumë problem Gero.
Sa i zgjot me i moment edhe ta kafsho kampionatin e t'hudha ne edhe mbjeq shumë gjëno për Arsenalin se vërtet këtë vit kisha qef ta merrte, po që nuk është është mbyllë, është hap me çdo gjë, po që nga java në javë direkte bëri më të që Arsenali mund të lutën, neshin aty mund ta lundë edhe për barazim, po s'mundën dot e mundi ai fitore City. Jo, barazimi do ishte në favor të Arsenalit, po nuk ja dha Donnarumma. Po, ma e lojën tani. I tha ma e barazim, ja dha mere boje, po që e kop City prap. Jemi te Liverpooli me Crystal Palace. Isak Robertson dhe Wirtz. Këtë neshe nuk e pash, Geri, fatkeqësisht. Pyetje kisha, Salah lujti? Salah nuk... Unë nuk e di tash i kam përshtypje, mos ka një ofertë nga Arabia i për t'ik tani? Tani është momenti që aktivizimi Salahs të shkojë në Arabi, pasi në Liverpool nuk besoj se do ketë më pjesë. Me Liverpoolin e ka mbyllur, po është aktivizuar. Jam kurioz destinacionin. Është aktivizuar, është zëvendësuar. Jam kurioz shumë për destinacionin, ku mund të shkojë, se të kape një klub tjetër me emër, nuk e di, sigur i ka rajë dëshira mas kaq shumë vitesh. Një klub me emër nuk besoj. Me Liverpoolin. Po në Itali është mirë, do shërben. Shohim i rikthim në Itali thua? Po, ka qenë dhe Fiorentina. Po Roma. Po nuk se di, vejas, Mardomenia. Nuk nxit. Kam përshtypjen që po i iku mos i fusin në rrugë Arabie të bëni dorë lega, ne? Shiko çfarë them, për Salah nuk mund të jedhin poshtë ato vite që ai ka hedhë me Liverpoolin. Jo, absolutisht ka dhënë spektakël. Liverpool ka dhënë shumë dhe ka dhënë realisht spektakël. Por është momenti që Salah të largohet në momentin e dur për të që edhe mosha është 33 vjeç, dhe është momenti që të largohet në Liverpooli dhe të jetë një stimul tjetër te Liverpooli ose dikush që mund ta zëvendësojë në mënyrën e dur. Po pra, jo, nga që edhe mosha, edhe sepse nuk është se ishte ke ekip që dha 2 vjet, pastaj pati probleme. Ai dha goxha vite ke Liverpooli, dha gjithçka. Domethënë i dha dhe i mori më të mundshmen maksimumin në Premier League. Si Liverpoolit i mori ashtu siç i dha. Dhe domethënë nga ana shpirtërore, futbollistike është i përmbush ke Liverpooli. Champions League. Domethënë e ka mbyll atë dhe zgjedhja e Arabisë që po them unë nuk është se kam në info, se dalin kështu lajme her mas here, po nuk është se jo kishte kontakte këtë vit, pasi akoma nuk është se janë sigurta me Liverpooli, po që e shikoj si alternativë mos e normale për të shku për të mbyll karrierën në Arabi, për të me ca shifra të frikshme si ato të Arabisë. Po. Se ndërkohë, domethënë troç me 2 fjalë, Salah momentalisht mas gjithë kësaj karriere që ka bërë me Liverpoolin, nuk është se i duhet të shkojë me klub tjetër të demonstrojë që shiko kush jam unë, se sa vlej unë. Domethënë e ka treguar gjithë atë bagazhin e vet, e ka treguar ke Liverpooli edhe ajo që ka duhet vlerësuar për Salah është bërë vlerësimin ndër vite, kështu që është momenti që ai të largohet edhe të shkojë diku me një klub që edhe minutazhin do ketë më të lartë edhe i dorë lekësh që ti mund të ketë më të mira. Okej. Wolves Tottenham 0-1 pa linja. Tottenham ndjek rrugën për të shpëtuar sezonin, mund të themi edhe për të shpëtuar kategorinë. Janë vetëm shumë situatë kritike në Tottenham, janë vetëm në 3 javë të fundit është 2 pikë larg West Ham, 36 është West Hami dhe 34 është Tottenham. Është momenti që Tottenhami duhet të tregojë pak në dhëmbët për të shpëtuar kategorinë. Luan këtë javë, luan me Aston Villa, luan në transfer dhe luan me West Hami luan në transfer përballë Brentford. Duhet shpëtuar sezoni, është një ekip me histori, ka qenë finale Champions League, një ekip si Tottenhami ta shohësh në Championship është pak si në logjikën time jashtë çdo lloj logjike, shumë disfat është. Pastaj ka dhe i kuriozitet tjetër ose i ironi të fatit tjetër që nëse bi Tottenhami, po themi, domethënë afërsisht nga shifrat që fliten çdo vit, federata për shembull e Premier League-s, ai që bie jep ja 200 milion pound.
Ndërkohë këtu në Serie A fito kampionatin, s'merr as gjysma të atyre. Domethënë ekonomikisht i bi që këto Serie A fiton po bjerë me Tottenham se merr sa lek. Këtu janë ato ndryshimet e mëdha të buxheteve. Duke pa pastaj 19-20 në Angli është gja e mbyllur, kanë rënë dhe matematikisht, është Burnley Wolves që kanë rënë, dhe rivalizoi. Wolves sepse këtë javë ishte Wolves Tottenham 0-1 dhe Tottenhami ka shënuar vonë. Shënoi vonë në minutën e 82, pasi goli nuk po i dilte, dhe shënoi pa linja. Vonë, shumë, domethënë, po që nuk tregoj në loj. Domethënë humje e madhe për Premier nëse Tottenham. Absolutisht. Sepse është një nga ekipet më të vlerësuara edhe ekonomikisht, po ti marrësh domethënë është ke ekipet top të ekonomikisht. Domethënë pasi paguhen dhe lojtarë me shumë të ardhurat mirë ekonomike. Edhe nesha tjetër kush ishte Fulham? Fulham Aston Villa 1-0 fiton Fulham, vendi 10 dhe shoh një rivalitet edhe tek pjesa e vendit 5 deri në vendit 3, do të ketë një rivalitet pasi janë 58 Aston Villa, 58 Liverpooli, 58 Manchester United. Është një luftë që ka i neshe mangut duhet Manchesteri, United. Po, luan, po. Edhe është një ndeshje mangut. Është problem kush do e kapi atë vendin aty. Me dëshirën e mirë time, unë dua që Liverpooli të jetë pjesë e UEFA Champions League. Këtë gjë domethënë kam pasi jam një fan i Liverpoolit në Angli, ajo çka unë pëlqej domethënë futbollin e më tepër e tifozëve të Liverpoolit, por normalisht edhe një rikthim të Manchester United, një ekip elit në Angli duhet pa diskutim. Ore, ne keni lajm nga ju Jurgen Klopp? Jurgen Klopp ka shumë lajme. Më kujtu rastisht tash. Po, ka shumë lajme me Jurgen Kloppin, pasi diskutohen shumë kombëtare për Jurgen Kloppin. Dhe shumë ekipe që kanë, le të themi, në thonjza kontakte, po ke Liverpooli nuk besoj se ka një kthim. Ja. Absolutisht. Liverpooli nuk e shoh fare. Unë shoh Kloppin, do besoj madje unë se shoh në Angli fare, me asnjë ekip tjetër, domthonë ai përveç Liverpool ka bërë histori nga Liverpooli. Po, jam kurioz ta di çfarë ai mund të fuzë edhe vit pushim, se është nga ato që edhe e bën pauzën. Absolutisht. O mbetet për t'u pa. Mbetet për t'u pa, është trajner për t'u vlerësuar, trajner on top, por ajo çka unë di të them është që ajo çka unë vlerësoj tek United këtë vit ishte ai stili Carrick i ri, sepse e morën nga dora vet, si më thonë, e morën nga familja e vet me Michael Carrick, ka treguar shumë për Manchester United, një lojtar historik. Kohën e artë, Ronaldos, Andersonit, kanë qenë Tevez, Hargreaves, kanë qenë ato stars që kanë pas qenë atëherë te United, gjë që arritën deri për të fituar UEFA Champions League atë vit, edhe finalen me Chelsea. Okej, kjo ishte ndeshja e fundit. E mbyllim këtë pjesë parë për të kthyer në pjesën e dytë me shumë kuriozitete dhe shumë gjëra të tjera. Rikthehemi miq te episodi 2. Para se të vazhdojmë, do falenderojmë sponsorat tanë, pa të cilët ky emision është i pamundur. Optika Delunet. Optika Delunet ofron shërbime të specializuara për kujdesin e shikimit, duke kombinuar profesionalizmin me trendet më të fundit në optik. Klientët përfitojnë vizita okulistike dhe një gamë të gjërë skeletesh cilësore për çdo stil dhe nevojë. Xhamat optik vijnë me një vit garanci dhe mund të zëvendësohen falas në rast dëmtimi brenda këtij afati. Delunet nuk është vetëm një optik, por një zgjedhje e besueshme për shikimin e qartë dhe komoditet maksimal. Ndodhet në bulevardin Baremcuri, Tiranë, pranë shkollës Baleti, me numër telefonit 069 20 24 275. Terrakota, një ambient i dekoruar nga artist, ku çdo element dhe detaj mbart një histori. Terrakota nuk është thjesht një restorant, por është art, atmosferë dhe shije që të fton ta përjetosh. Për prenotime, numër telefoni 068 222 74 79. Okej, jemi te La Liga, Ger? Jemi te La Liga me ndeshjet e luajtura të javës, ajo çka
Vite e re ishte hapi fallë sërish i Realit Madridit, po fillojmë një ndeshje si Villarreal Celta Vigo 2-1, Moreno, Pepe dhe Iglesias, me një Villarreal që tani suporton dhe forcon pozitat në vendin e tretë, me 5 pikë larg nga Atletico dhe me një distancë nga Betis pasi është shumë e larg nga ana Championship për të mos u arritur. Betis është në vend 5 me 50 pikë, po ajo që ka duhet të marrë shkas dhe njëherë është nga ndeshjet e Villarrealit për të forcuar dhe njëherë pozitat në Champions. Ndeshja e radhës është Atletico Madrid Bilbao 3-2, Griezmann 2 gole të Sørloth, Paredes dhe Guruzueta. Atletico për të rivalizuar më tepër Villarrealin, po 5 pikë janë pak si shumë për të arritur në pozitën e vendit tretë, po zona Champions në Spanjë është pak si e mbyllur, sepse jo pak si, po është e mbyllur, thjesht luajnë ekipet me njëra tjetër, po jo kam përshtypjen, po është e mbyllur pjesa e Champions, nuk ka që luftohet më për zonën Champions. Thjesht luajnë me njëra tjetrën, për të rivalizuar dhe për të mbyllur kampionatin. Kjo është pak a shumë ideja. Jemi tek Betis Real Madrid 1-1, Vinicius Bellerin. Betis Real Madrid qa priqe, qa dolje, thash hajtë po fitojnë më gera, po që këtu kam plasë shumë probleme. Qyke trajniri, ke lojtarët, unë të mbetet i qik ta diskutojmë i qik të situatën, se kampionati besoj bim dakord që Dakord, është i mbaruar. Nuk ka mo histori fare. Është shumë pikë diferencë. Po që nuk e di, ai Arbeloa do bëhet kokë turku, herë pa diskutueshme në fund të sezonit. Ai është thjesht për të mbyllur sezonin, Arbeloa është thjesht për të mbyllur sezonin dhe pastaj për të gjetë një trajner i dorës Real Madridit ose si historia Realit Madridit, pastaj për të pa një individ që t'i marri sezonin ose t'i diskutoj sezonin e ardhshëm, se ky sezon Kene ide ti për mund të themi të shtim. Çi do doje ti ke Real Madridit për shkak? Te Real Madridit, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Po, më i miri mundshëm, tani më i mirë mundshëm pas Guardiolës, mund të jetë Jurgen Klopp, pasi Guardiola dihet që është shumë historia me Barcelonën, nuk ka shans Guardiola të shkojë te Real Madridit. Po ndër temat që ka është Zidane, që mund t'i vetë ofrohet sërish Realit Madridit, po nuk pyeta një gjë, ma the një, tash të them unë një. Okej, po. Tash mu Jurgen Klopp më pëlqen si ide e Realit Madridit, po Mourinho për shembull. Jo, nuk po të pyes si e shefti Mourinho. Okej. As nuk po të them që unë du që Mourinho të shkojë ke Real Madridit. Po ta udh si diskutim. Nëse Perez i thot Mourinho, hajde herë këtu se këtu kanë filluar më u çapardu të gjithë këto, hajde më veç i rregull. Qa mendimi ke? Nuk besoj se Mourinho rikthehet në Madrid, pasi ai do ekipin e rregullt dhe nuk do probleme në ekip. Nuk është nga do tipa e di shumë mirë që ai mund të balancojë skuadrën dhe mund të bëjë një ekip, por nuk besoj se është Real Madridit në atë periudhë sa të marrë Mourinho. Leq ky është problematik me kartona, me gjone. Ky merr më shumë kartona se lojtarët, kështu që nuk besoj se do jetë Mourinho. Jo, se di, po për atë pjesën që nuk do probleme, ai aty ku ka probleme, aty do. Se edhe nga ana mediatike e ka zanotin e vet atë. Kot po thëmë ja ludim. Qofse Perez i mushet menja me Biles ka dhe kontakte që të flitet në media për Mourinho Real Madrid, po që akoma që të marrësh një fill zyrtar, domethënë nuk ka rreth Mourinhos, po emri Kloppit është supozuar, ka akoma domethënë në thonjza mund të themi si emër i zbuluar për Real Madridit, po akoma nuk është se ka një emër konkret për stolin e Real Madridit aktualisht. Se di, Kloppi mund pëlqen si trajner, po e dyshoj shumë që ai mund të zgjedhë të shkojë ke Real Madridit në situatën që është tani Real Madridit. Duke pasi Mbappé dhe i Vini që herë zihen si gjela, herë bëjnë neshe të mira, herë dopta. Se di, është boj çik ambient i rënd aty. Shumive në ekip nuk japin gjithmonë një statistik mirë. Do më thonë, se të kryen dhe përçarje në ekip. Kjo ishte një nga arsyet që u largua dhe Alonso nga Real Madrid, pasi
Këto dy yjet e ekipit, mund t'i themi dhe Arnoldi, pas Reali është mbushur me yje këtë vit, ai krau që i mungon të mori dhe Alexander Arnold në mbrojtje, edhe mendoj se u kompletua dhe kujton se Reali këtë vit do bëtë namin, do fitohet Champions League, do fitohet kampionatin, do fitohet gjitha, Po se ti shumë the ka kurorën dhe 15 Champions League do e kaloj Bayernin dhe absolutisht, po nuk i merr dot njëri me Real Madridit me marr me pjesë Champions League është burr. Duhet kalojnë shumë vite që të arritet Real Madridit me pjesën mbretërore të skuadrës. Mirë, ne po flasim për tash se çka morë dhe në kohën e Frankos është më bet histori tjetër ajo, po që nuk i hym edhe me penal dot e me ç'ska morë. Di historiti. Nuk po i ul vlerat. Super ekip, ka morë shumë trofe, po kur i përmbledh shumë e 15 me 22 me 39 ka historira me hije mbrapa, po që është ekip top në botë të dim gjithë. Po që trajneri duhet ta zgjidhë se s'bon edhe duhet bëjë zgjedhje të zgjuar, kam përshtypje. Një ekip me histori duhet të ketë trajner me histori. Shumë të fortë për elementet që ka në ekip. Eksakt. Tjetër, Getafe Barcelona 0-2. Getafe me aq mundësi sa kishte nuk e përballonte dot. Barcelona boni detyrën, i vuni kapakun tenxherës presionit, mrena zihet kampionati tash deri në fund edhe e gëzojnë. Ajo çka unë e vetme e keqe Barçës është ai dëmtimi i Amalit, që nuk dihet sa do zgjasë, është 1 apo 3 javë apo mbulon edhe pjesën e botrorit, pastaj ajo është e keqja e Spanjës, jo e Barçës, se Barça e mylli historinë. E ka kopsit kampionatin, absolutisht. Domethënë dëmtohet këtë rast kombëtarja e Spanjës, jo Barcelona. Barcelona e mylli, domethënë për fat mirë u vra tash në fund, që nuk ja probleme Barcelonës, Jamali. Ndërsa kombëtarja e Spanjës, nëse do aludojmë që do ketë zgjatje të dëmtimit deri në botror, ajo është i humje shumë serioze për Spanjën. Absolutisht. Mbetet për tu pa. Mbetet për tu pa. Ajo çka unë duhet vlerësoj ke Barça është sezoni maksimalisht i mirë në kuadër të La Ligas. Ka bërë një sezon maksimalisht mirë duke pa dhe dhënat e mira të Hansi Flickut. Ka ato kontaktet me Barçën që nuk do jetë sezonin e ardhshëm dhe pritet që do jetë një trajner tjetër në stolin e Barçës, po akoma nuk është se ka akoma gjëra zyrtare për të thënë që ky trajner do jetë te stoli i Barçës për sezonin e ardhshëm. Se dim duhet pa. Kalojmë tani Geri ke abisnet superiore, ke dashuria jote. Tani kemi një Egnadia Vora 02, Kasalla për 2 herë për Vorën, ndeshje ngabojnë Rogozhinasit në këtë ndeshje, Bylis Teuta 2-0, Emini Kamara, prap sërish Teuta tani diskuton dhe fatet për të qenë elit ose jo. Po ajo çka unë doja të vlerësoja është derbi i madh i kryeqytetit. Ndoqëm edhe si podcast, ishim në stadium, ishim te sektori i medias dhe ajo çka unë duhet vlerësoj te Tirana ishte intensiteti i ndeshjes në pjesën e dytë. Në pjesën e parë pash një Tirana që nuk është se dha, ishte një mentalitet i ulët, nuk ndoqi mirë atë formalitetin e lojës, me disa raste episodike, po që nuk nxorri nga repertori i mirë i vet. Pastaj doja të vlerësoja 2 futbollistë të Tirana në këtë ndeshje, ishte Myslovic dhe Kobiljar. Me të vërtet titujin e mesfushës dhe mund të themi edhe Alvarezi me atë perlën që ishte goli Alvarezit. Mund të themi për nuk di çfarë të them, domethënë ndoqëm edhe live nga stadiumi, ishte mbi gjithë. Sa metra ishte larg ajo? Po, ishte diku te 26-27 metra në goditje. Ajo çka unë duhet të vlerësoj ke Tirana është mentaliteti i fituesit, edhe pse ndodhet në ujëra të rënies, me rikthimin e Urges Shehit në ekip, ajo çka unë duhet të vlerësoj është rikthyer një Tirana me mentalitet fituesi. Ajo çka unë e vlerësoj realisht shumë.
Mbi gjitha intensiteti i derbit në shumë dhe mund t'i themi ndeshja më e bukur e kampionatit shqiptar ishte Tirana Partizani. Për ne të dy që jemi tifozë të Tiranës, shqyr arritëm ke një... Po jo shqyr, mirë që fitum derbin, po morëm dhe 3 pikë se keq puna, Gero. Keq puna për zonën. Nuk pastaj, jo, thell edhe tifozët e Partizanit kam përshtypje nuk duan që Tirana të bi se ne rivalitetin aty e kemi, trafim njëra tjetrën, se në qoftë se bi Partizani nga kategoria, Tirana s'ka qenë rreth mo. Dhe ana sjellta si në këtë rast, qoftë se bi Tirana, s'ka mo derbi aq tegër, domethënë thell në shpirtrat e tifozave, nuk e du në rënien e njëra tjetrës, pavarësisht se kështu me qef e kanë që të bëjnë me një i muj, po pastaj do kur të fillojnë, kur të filloj kampionatet e tjerë, thonë po derbi me ç'do luajmë ne. Don kjo vlen për të dy ekipet, mendojmë pavarësisht se unë jam me Tiranën, po është dhe ana financiare, hyn këtu. Ana financiare dihet. Në 4 ndeshje që luhen në Air Albania është po të marrë një, si ta them, mund të një parafërsi njerëzish në stadium, mund të jetë 15.000, mund të jetë 22.000, mund të jetë 16.000, mund të jetë 17.000, mesatarja është e mirë që në çdo ndeshje të ketë përqindje të ekipeve që marrin shumë, pa çka se paguajnë për stadiumin ku luajnë, po fitimi është shumë i madh. Duhet të përmendje edhe premion që vuri presidenti Refik Halili për ekipin e Tiranës, ishte 40 deri 50.000 euro pas deklaratës që u dha në dhomat e zhveshjeve, mblodhi gjithëtarë dhe tha, çdo fitim që unë do kem sot nga ndeshja dhe nga stadiumi janë për ju. Domethënë mbase 40, mbase 50.000 euro janë për ju. Tha presidenti Refik Halili dhe mund t'i themi si një premio, po ka premtuar dhe një premio tjetër pa shifër. Aktualisht për momentin për ndeshjen kokën, domethënë për kokën e Durrësit. Në rastin konkret, me rastin nëse Tirana fiton në Durrës javën e ardhshme. Këto premio që pa shifër, të janë si të ale të bësh i murë ke shtëpia ime ose rregullone me pazarin, fund fare dhe zihen se jep 5.000 lekë, jo se jep 20.000 lekë. Po nese. Okej. Ka që kishim për superiorën, edhe kalem ke Championsi, për plasjet gjigande, gjysmë finalet, Gero, ai ka futbollit evropian. Ndeshja parë që është ditën e martë është Paris Saint-Germain Bayern Munich. Luhet në Paris. Jeta vdekje. Pavarësisht se është ndeshja parë, ka dhe ndeshje kthimi, po që guri parë i themelit idhet dhe ndeshjen e parë, po që me nivelin që kanë këto ekipe nuk është se është e vendosur që ndeshjen e parë kjo gjë, se çfarë do ndodhi, janë 2 ndeshje. Ajo çka duhet të vlerësoj është mentaliteti i Bayernit për këtë sezon, sepse ka treguar mentalitet shumë të lartë në UEFA Champions League, ashtu pa diskutim edhe te kampionati gjerman, po lëshon një ndeshje me intensitet lartë dhe janë pa diskutim një finale parakoshme. Në finale parakoshme dihet se po lu fituesja e Championsit me Bayern, një nga pretendentët kryesor, do jetë super ndeshje me super ritëm ka mbështypje. Ato vlen ato që the për Bayernin që ka tregu formë të mirë, sidomos vjen me euforinë edhe pas kalimit me Realin, por që Paris Saint-Germain është shumë kockë fort. Kockë fort për të vetmen arsye, nuk po të jap gjithë arsyet, po arsyeja kryesore që të paktën unë kam bindjen që është kockë fort është sepse ka shumë ekuilibër si ekip në krahasim me Bayernin. Bayerni ka shumë opsione në lojë, ka shumë lojtarë të mirë, siç ka dhe Parisi, po Parisi ka i disiplinë shumë të mirë si ekip në tranzicion, qoftë në kundërsulm edhe në kthim në humje të topit për rikuperim në topit. Jo se Bayerni nuk e ka, po nuk e di, këtë sezon Parisi është treguar çik më i edukum si ekipi i ekuilibruar flas gjithmonë. Ndeshja është e hapme, dihet është finale parakoshme. Unë shoh Bayernin pak më të mundësitë më të lartë, domethënë për të fituar ndeshjen. E di që luajnë në Paris, po ai mentaliteti fituesi i gjermanëve, them se do bëj punë për ndeshjen me Paris Saint-Germainin dhe them se në një
le të themi parashikim kësaj, fiton Bayerni 0-2, gol shënon Kane. 0-2, ndërsa unë do them kjo ndeshje del 2-2 Gera. Golja shënuesës s'ka rëndësi, nuk po t'i jap se mos i gjej edhe filloj qati pastaj. Po 2-2 e shoh si ndeshje, hap klap. Pastaj ndeshjen e kthimit Parisi i bë gjëmën brenda në Muni. Mbaj mend këtë. Okej. Eci. Ndeshja tjetër, Atletico Madrid, Arsenal, kjo është ditën e mërkurë. Këtu janë, si thësh, në thojza dy të voglat e Championsit që përplasen, edhe kush fiton nga këto dy do të dalin finale me çiftin Bayern. Luajme vetëm gjë plus për Atletikun që mund t'i them është pjesa e zonës që njohim shumë mirë të Simeones. Ajo nëse luajnë Madrid, domethënë te stadiumi i tyre, ato bëhen shumë të fortë, domethënë. Është shumë e vështirë të luash me Atletikun e Madridit duke marrë shkas lojën e shpejtë që ka Arsenali, po edhe pse ka lojën e shpejtë Arsenalit, ai ditë mbrohet shumë mirë. Pa edhe një sulmues si Sorloth Atletico që duhet vlerësu, po do të shoh një duel të rivalizuar, pa çka se pak disi më i rivalizuar është Arsenali, po në tokën spanjolle është shumë e vështirë gjithmonë të luash duke parë sistemin e Simeones. Atletico kam përshtypje që e do me shumë gulm këtë finale. Për më tepër që në kampionat gjërat janë sistemu, nuk ka çat luaj, ndërsa Arsenali ka dhe frontin tjetër me City në kampionat, jo se do të toleroj këtu për të, po që ndikon ajo, mentalisht, fizikisht ndikon. Edhe kam përshtypje që Simeone ka për ty më fush me idenë që unë du ta mbyll, do dalin finale çyke neshja parë. Dhe ka për ty shumë fort, edhe kam përshtypje që del 3-1 për Atletikun e Madridit. Domethënë do japi gjithçka që neshën e parë Atletico. Okej. Unë shoh një barazim, Atletico Arsenal, shoh një barazim 1-1. Me një vrull, ka për t'nisë ndeshja me vrull, që do jenë gola të shpejt, dhe pastaj do stopohet dhe thjesht do ruajnë pozitat për ndeshjen e radhës në Angli. Duke pas sistemin e Simeones dhe sistemin e Artetas, që janë të dy paka shumë sistem mbrojtës. Janë përplasje Dhe më thënë ti e 1-1, unë thash 3-1. Okej, dhe shohim. Atëherë i bi, kur të dalin, e kemi thonë dhe ke edicioni kalum, e kemi thonë që kush del në finale, do dali ekipi që e ka fitu Championsin dhe nga krau tjetër, ekipi që nuk e ka fitu Championsin. Kush do që dali nga këto përplasje. Këto ishim për Champions. Mund të flasim edhe pak shkurt për Ligue 1. Angers Paris Germain 0-3, Likingin Majulu dhe Beraldo. Pek Parisi vura re diçka që nuk ishin të aktivizuar yjet, sepse luajnë për ndeshje me Bayern, tiet. Dhe kanë rrit baterit për aty. Po ishin ndeshje jo e vuajtur nga parisianët. Ajo çka vlen për të vlerësuar janë ato minutazhe, domethënë që kanë pas pak minuta dhe thjesht u aktivizuan nga Enrique. Po ajo çka unë dua të vlerësoj ishte edhe një herë të lojtarët e rinj për të vlerësuar nga ana e Paris Saint-Germainit. 3-3 Brest-Lens, ajo që rivalizon të Paris Germainin nga kjo anë, po që ky barazim bëri që edhe duke parë një ndeshje për të luajtur më shumë Paris Germainit, është gjatë mbyllur pjesa e diskutimeve për Ligue 1 me Parisin sërish më të rivalizuar. Okej, ndërsa në Bundesliga shikemi fitoret të Dortmundit me Freiburgun 4-0. Edhe një fitore në transfert. Kjo shkoi çik kështu Mainz me Bayernin me përmbysje me gjëra, po që pjesa parë mbyll 3-0 për Mainzin dhe u shënuan golet në pjesë të dytë pastaj. Jackson, Olise, Musiala dhe Kane. Këtë e kishte neshën e kontrollit Bayerni. Do siç kena pas bone kur luajshim atëherë, ditë ende bëjmë neshë kontrolli, edhe Bayerni e kishte këtë për neshë kontrolli se ka neshën e Championsit. Edhe se e ka mbyll kampionatin.
Edhe këto kishim për sot. Mos neglizhoni të ndiqni Championsin, ka përplasje shumë të mëdha që duhet ndjekur patjetër. Faleminderit që na ndoqët, mos harroni të dashur miq të bëni subscribe dhe like në kanalin ton. Janë shumë të rëndësishme për ne. Gjithashtu falenderojmë dhe sponsorat tan, Optika Delunet edhe Terrakota. Faleminderit, takohemi emisionin e ardhshëm.